Përshëndetje dhe mirë se erdhe në një tjetër video këtu në kanalin tim. Sot do të kemi një nga videot e mia të preferuara që është pikërisht haul. Kemi për të hapur paketa nga Vogion dhe Vogion është kthyer në website-in tim të preferuar sepse produktet janë super të lira dhe cilësia është më e mirë ndonjëherë se sa në foto. Kështu që qëndroni me mua, le t'i hapim këto. Mos harroni. Këtu keni të gjitha kodet që po të shkoni mund t'i fusni tek kodi juaj i uljes dhe mund të përfitoni ulje. Kështu që të gjitha shikojeni kodet e uljes dhe nëse do ju pëlqen ndonjë nga produktet që unë kam zgjedhur, do t'ja ulë linkjet të gjitha në description box. Hapim në të link të qesën e madhe. Gjithmonë doppio paketim, kështu që produktet do ju vinë të padëmtuara. Kam porositur edhe çanta këtë herë. Kjo këtu nuk duke të qanë. E mbani mend që porosita dhe të Vogioni ngjyrën e bardhë të kësaj me tegela të zinj dhe shkova këtë herë për ngjyrën komplet të zezë me tegela të bardhë, sepse të bardhën e kisha marrë mas extra small dhe më duk pak i vogël, kështu që le të provojmë masën small. E kemi me lastik të sipër, e kemi me qepa dhe pasaj e bukur atë kostumit është kjo gjaketa këtu, shikoni sa të bukura i kam, mëngët me tegela dhe këtu këto xhepat katrore, që për mua xhepat katrore janë masti i kësaj periudhe. Atëherë pantallonat njëherë më rinë fantastike, shumë të bukura dhe kostumi duket dhe më i bukur se sa në foto. Wow! Po, masa small më ri shumë më mirë se sa masa extra small me një palë pupa të zeza të thjeshta, është shumë e bukur dhe shikoni kjo më ri tamam sepse ajo e bardha më rinte shumë e hallakatur këtu, nuk e di pse, mbasi duke qenë se ishte extra small dhe ngushtovej këtë poshtë dhe më hapi këtu. Kështu që kjo është shumë e bukur si xhaketë, por edhe si kostum, si ju duket. Unë për veten time do t'i jap 10 nga 10 se më pëlqen shumë, më pëlqen modeli, më pëlqen xhepa dhe më pëlqen, nuk e di, më duket vetja shumë moderne në këtë kostum. Si ju duket juve? Më shkruani poshtë në komente. Mos harroni, ky këtu është kodi, nëse doni që ta porosisni tek Vogion. Shkoni tek Vogion, fusni kodin si të gjitha website-et e tjera, edhe do t'ju dalë kjo xhaketa. Këtu e ndjej që kam një çantë dhe unë kam porositur çantën edhe dhuratë për vitin e ri për një shoqen time. Pra, nëse doni që të bëni dhe dhurata, Vogioni ka gjithashtu produkte shumë të mira që duken shumë cilësore dhe janë cilësore, njësoj si në foto. Ndonjëherë, siç e thash, kam përshtypjen se cilësia është më e mirë dhe se në foto. Për kpucë nuk e kam testuar, por të shikojmë çantat. Bravo. Paketim 3 herë. Atëherë, super paketimi që edhe po që se do ta bëni dhuratë, duket që është diçka goxha e bukur. Wow! Dhe kjo është çanta komplet e mbyllur me plasmase dhe me çdo gjë. Është forma e rregullt, pra katrore, jo nga këto si piktesi. Ka rritjen e gjatë që mund ta bëni edhe dysh, do ta mbani të shkurtër. Pra, mund ta bëni ose kështu, ose ta lshoni dhe e keni të gjatë. Pra, ose kështu. Shumë e bukur. Ose kështu. Çanta më pëlqen shumë, është shumë e bukur, nuk po ja ishte dyja plasmasat që kanë gjithë tjetër edhe ta dhuratë. Rëndësia, ja ku është me zinxhir.
Domethënë jo vetëm me këtë gjën këtu, po edhe me zinxhir, që mos t'ju mbasi asnjë gjë nëse keni nevojë që ta mbyllni. Ja ku e keni shumë e bukur dhe materiali pastaj është kështu si i printuar. Shumë e bukur. 10 nga 10. Produkti tjetër. E di se çfarë. Një kostum. Pantallonat sportiv me vija anash, shumë të bukura me këtë pjesën e belit me elastik dhe xhaketa që është po ashtu material tut dhe sportive, por që vjen si xhaket. Shikoni, dukeshe në foto fantastike, kështu që duhet ta provoja patjetër. Nuk e di se çfarë mund ta vesh poshtë, po sot do ta vesh me këtë bluzën që kam. Duket shumë e bukur, duket si në foto, më pëlqejnë këto xhepat këtu dhe ka edhe kopsat pastaj. Unë po e mbaj hapur, domethënë. Xhaketa, bluzën, mbase mirë do kishte qenë të merrja një bluzë të bardhë për shkak të vizave, do ta shikoj. Dhe ja po e kemi xhaketën. Po provoj në trut dhe ta shikoj se si më ri dhe se si duket në foto dhe se si duket te mua dhe a ndihet vërtet mirë apo ndihet një çike e çuditshme që është tut, por në formën e një kostumi. Ky pra është kostumi, shikoni. Mua më duket shumë e bukur, shumë modern, pantallonat rrin të gjëra, gjë që më pëlqen shumë dhe rrin deri në fund të drejta, si klasike, por materiali është tut. Si ju duket juve, do ta vishni diçka të tillë? Tek barku rrin shumë mirë. Kanë dhe xhepat këtu, këto xhepat katrore kështu, më pëlqejnë shumë. Por nuk e di nëse ky stili më shkon, mbase me një bluzë tjetër poshtë ose mbase kështu e mbërthyer. Dhe voilà. Nuk jam e sigurt se çfarë mund të them, sepse është diçka ndryshe, është një kostum, por është një kostum tute. Kështu që nuk e di, mbase do shkoj të pyes Stefanin. Këtu keni kodin, mbase ju jeni stili kësaj, edhe unë do ta vesh pafund, unë do ta vesh me atlete njerëz, do ta vesh me atlete që të duken komplet sportive, por njëkohësisht edhe klasike. Kodi këtu, të gjitha kodet e uljes po ashtu i keni në fillim dhe në fund të videos, gjithashtu keni dhe linkjet dhe kodet e produkteve në description box. Kështu që më shkruani si ju duket kjo. Ja në ta vishnit. Vogue ka kostume shumë të bukura që mua më pëlqejnë shumë dhe shumë moderne. Kështu që besoj kam shkuar për 3 kostume këtë herë. Këtu qënka super i plot, më duket se është një kostum sportiv. Shikoni. Super i plot, është sportiv, po vjen kështu i gjerë poshtë, se siç shikoni, unë këto kostume sportive, të gjëra poshtë i kam shumë qejf. Atëherë këtu janë pantallona. Sa të bukura. Vin të gjera poshtë dhe unë kam marrë masën small. Dhe bluza. Bluza pastaj nuk është si bluza normale të tutave, po është kështu me golf si të rënë dhe vjen e tillë. Shumë e ngrohtë njerëz, shikoni si e ka materialin ja. Shumë e mirë, shumë e ngrohtë dhe le t'i provojmë në trup dhe ta shikojmë se si duket. Se si duket kostumi sportiv që më pëlqen shumë sepse vjen poshtë i gjerë. Nuk është ai kostumet sportive që vijnë të ngushta poshtë, se mua ato nuk më pëlqejnë, kurse këto mund t'i veshësh me një palë atletka, dhe më kam atlete të bardha dhe me të zeza, rin shumë bukur. Golfin mund ta mbani të përthyer, mund ta mbani të kthyer, si të doni ju. Dhe këtu ka disa lica shumë të bukura që edhe nëse doni mund ta vendosni suetërin nga njëra anë dhe ta mbani diçka e tillë kështu. Shumë bukur dhe jam shumë e sigurt që ky kostum do më shoqëroj tër dimrin, pasi është shumë i ngrohtë, është klasik, sportiv, i ndërtuar njëkohësisht, gjë që mua më pëlqen shumë dhe shihni dhe vlerësoni vetë. Kodin këtu, uljet i keni në fillim në fund të videos, por edhe në description box. Më shkruani do ta vishni një diçka të tillë dhe ngjyra njerëz, kishte ngjyra nga më të ndryshme. Kështu.
Kjo është edhe videoja për sot, shpresoj që ju ka pëlqyer, ishte shkurt, pak e bukur e pastër pa gabime, të gjitha produktet janë produkte që mua më pëlqyen, më rrin shumë bukur në trup, edhe përfaqësojnë atë se çfarë unë vesh edhe në përditshmërinë time. Produktet janë gjithashtu më të mira se sa në foto, duken më të bukura në trup se sa në foto, paska se në foto ajo është modele dhe gjitha do t'i rinë mirë, po kemi parasysh ndonjëherë shikojmë produkte dhe na duken shumë herë më ndryshe kur i kemi këtu, ndërkohë që këto duken ndoshta edhe më të bukura se sa në foto. Kjo është videoja, përdorni kodet për ulje, të gjitha keni në description box dhe unë ju le takim në videon tjetër. Ciao!